mirë se erdhët në Vila 24, ku unë me Katin jemi gati për të nisur një javë të re. Të uroj një javë të mbarë, Kati. Faleminderit e dashur, gjithashtu edhe për të buzëqeshja ime. Mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj si gjithmonë një ditë bukur dhe një javë të mbarë më sot dhe ju ftoj këtu te këndi joni gatimit për të parë receta që do përcjellin për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë sot? Receta të thjeshta, të shijshme, të shëndetshme dhe ekonomike. Pra sot do të jetë pikërisht ajo ditë, domethënë që kemi mundësi të gatuajmë edhe shëndetshëm, edhe ekonomikisht. Domethënë janë si thua të dyja këto që i kemi të domosdoshme. Që janë prioritet për çdo familje, për çdo zonjë që merret me pazaret e shtëpisë, që sigurisht të ketë një tenxhere në shtëpi të gatuar dhe pa diskutim që kemi mundësi edhe të bëjmë pazare të përballueshme nga gjithë. Po, patjetër Anila. Edhe me që kanë qenë këto ditë me shije me këto, sigurisht që kemi dashur të përdorim supra, se edhe më tutje vinë këto kohët edhe më të ftohta. Kështu që neve sot do të bëjmë një supë, të cilën ne do ta bëjmë me oriz, me mish, që mund të përzidhim mish viçi, mish pule, çfarë mund të ndodhet juve dhe nuk është se do kenë ndonjë sasi të madhe, deri në 500 gram është e mjaftueshme, domethënë për të përgatitur këtë lloj recete, sepse është supë gjellë faktikisht, është një gjë që nuk është për të shoqëruar, por për të kaluar vaktin e drekës. Sepse do ta përgatis me oriz, me karrot, me qep dhe këtu ose do përdorni një lug mix erzash, ose zaferano, një zarf nga këto. Për t'i dhënë, jo vetëm shije, atë që them gjithmonë, erzat dhe baharnat nuk janë thjesht për shije, por janë për të marrë vlerat e tyre ushqimore që i kanë të shumta. Dhe unë, nëse ju ndodhen thana, do t'jini gjysmë filxhan thana, gjysmë filxhan të çajit. Do të zvendësoj lëngun e limonit, por do të mirni shumë shije dhe do të mirni dhe shumë vlera ushqimore. Përgatiteni kështu se do ta bëjmë neve sot supën dhe do të ngeleni shumë të kënaqur. Do të filloj për të përgatitur, domethënë që të hedh këtu Anila dhe do themi më një herë recetën tjetër pastaj. Shumë mirë. Do të hedh vaj nga puna për të marrë kohën e duhur. Anila. Gjalpin e freskët, duke ju kujtuar që ne sot përgatuaj me produktet në Ranci, kështu që edhe këto thanat e thara mund t'i gjeni aty, zaferanon gjithashtu, orisin, karnarolin apo jasmin, që do ta kemi tek receta tjetër, gjithçka. E hedhim direkt me që kemi të nxehtë tenxherën, i hodhëm direkt. Ndërkohë do shtoj këtu edhe karotat. Qep karot fillimisht. Ndërkohë, këtu tek tenxheria tjetër kam vendosur mishin, të cilën e kam prerë në kubik të vegjël, kam vendosur ujë, domethënë na është krijuar një lëng mishi, i cili na duhet këtu për të shtuar tek supa. Do shtojmë pak më mbrapa këto, domethënë copzat e mishit. Edhe pastaj do shtojmë dhe orizin dhe lëngun. Dhe mendova që domethënë në vend të kësaj mix erzave, të përdor një zarf nga këto. Duke qenë se kemi edhe një supë me oriz, zaferani shkon shumë mirë me orizin, do t'i jap atë ngjyrën e bukur të verdhë që përmban dhe do të kemi një kombinim shumë të mirë. Ka dhe shumë vlera ushqyese në fakt. Ne do të marrim këtë të mesit neve. Këtë dëshirosh ti Kat. Ne ta mbajmë këtu. Ta kemi këtë. Edhe të ngrem pak temperaturën. Edhe sa të na bëhet qepa dhe karota gati, sepse duat më ka vërdiset lehtësisht për të më nxjerrë ato aromat e mira që përmban qepa. Do t'i hedhim edhe pak krip. Edhe do të themi neve se çfarë do të bëjmë tjetër përveç se supës që do ta përgatisim me oriz, karote dhe thana. Do të përgatisim një trana, një gatim, domethënë ky tradicional është gatimi që është shumë i mirë, domethënë qoftë për mëngjes, qoftë edhe për drekë e përgatisim, sepse tranane e bëjmë edhe si një lloj gatimi, domethënë si gjellë, si pjatë kryesore, por unë sot edhe për darkë patjetër që përgatitje shkon. Kështu që tranan të cilën e kemi me shije domate, do ta përgatisim sot, neve do ta bëjmë me djath, unë do t'i hedh edhe bukë, do ta bëjmë në mënyrën time tradicionale, ashtu siç e shijoja unë dikur kur kam qenë fëmijë. Kështu që në atë mënyrë do ta sjell, domethënë me bukë. Me gjalp, vaj, djath, domethënë dhe neve zakonisht hidhnim ose rigon,
ose nenegjik, me thënë që hidhnim sipër, edhe piper të kuq. Do t'i shikojmë tani këto gjatë momenti që do të fillojmë, do t'i përgatisim. Dhe të fundmit kemi një, si thua, pilaf që bëhet vetëm me 2 përbërës, me gjalpë vaj, edhe do të kemi këtu oriz, edhe thjerza të kuqe. Nga 1 filxhan për secilën, një, edhe do të kemi 4 filxhan ujë, do me thënë, ose lëng perimish, ose lëng mishi, qëfar t'ju pëlqej juve dhe qëfar t'ju ndodhen juve në shtëpi. Tani, me njerë këtu, sa qepa është bërë gati, do me thënë, ka lëshuar të aromën e mirë, unë do të shtoj këtu edhe mishin, të cilin e kam prek shumë në zopzat vogla. Dhe kemi zjerë për para. E kemi zjerë, këtu tek lëngu. Të shtoj unë pak edhe nga ky mix erzash, me qënë se më ndodhet. Pa tjetër, sepse ka edhe sasinë e nevojshme. Edhe të kripës dhe ka erzat të tjera, nuk ka lidhje me zaferanon, kështu që... Edhe do shtojmë edhe një zarfë. E hedhim që në këtë moment. Kemi gëshërët atje, po mendohet ta bëjmë me dorë. Jemi pak më praktik. Ndërkohë që Kati do të merret me vazhdimin e supës, në një moment pauze, do të shfaqim në ekran edhe recetat, të cilat do të na bëjnë kështu për mbledhjen e përbërësve që do t'ju duaj. Në fakt, ajo që po mendoja tek se Kati po prezantonte edhe recetat për sot, është fakti që të treja mund të jenë një mbushje e 3 vakteve kryesore të ditës, pra mëngjes, drek edhe darkë, që do të thotë mëngjesi mund të nisë me një trahanat, duke i qenë edhe tradicional, një recetë që njihet nga të gjithë dhe shijon nga të gjithë, përgatitet shumë thjesht, kështu që janë pak përbërës që do t'ju duhen, paketimi i trahanas nga Neranzi prej 500 gramë shkon për disa përdorime, disa copëza djathtë të bardhë nga sipër, ajo bukaj që shpesh mbetet në shtëpi, buka e ftohtë që duhet për t'ja shtuar trahanas, pak gjalp të shkrirë apo vaj ulliri, ndonjë erëz që keni në shtëpi si piperi, kuq apo rigoni, dhe ja ku kemi përgatitur një mëngjes të ngrohtë për të shijuar në këto ditë që temperaturat janë ulur goxha. Duke ju kujtuar edhe një herë që gjithçka që ne kemi në tryez, ju mund ta gjeni duke bërë pazarët tuaja në një nga pikat e dyqaneve Neranzi që keni më pranë shtëpisë, sepse Neranzi ndodhet kudo. Këtë tabelën e njohur tashmë prej shumë vite që kemi prezente në të gjitha lagjet e Shqipërisë, ndodhet në Kosovë gjithashtu, një hap përpara që nga viti 1991 vazhdon të jetë lider në pjesën më të madhe të produkteve që janë të domosdoshme në përditshmërinë tonë, duke na dhënë jo vetëm larmishmëri të pafundme në kuzhinën tonë, por duke na siguruar në të njëjtën kohë atë sigurinë ushqimore që ne e kemi shumë të rëndësishme pa diskutim, sepse ajo që themi gjithmonë është që gjithçka që ne jemi në shëndetin tonë, në pamjen e jashtme, pse jo, vjen në mënyrë të drejt për drejt nga gjithçka që ne konsumojmë. Supa Kati na tha që mund të jetë gjithashtu një vakt i plot i drekës, pra jo thjesht një supë për të nisur atë pjatën e parë, por është një supë që do të vijë edhe e trashme, ç'po kuptoj, për më tepër që kemi orizin, kemi mishin, kemi zarzavatet, kështu që kemi një pjatë plot dhe thjerëzat me orizin fare thjesht mund t'i bëni pse jo për mbrëmje. Ndaj po thoja që të treja këto receta mund të jenë ai plani juaj ditor. Di që shumë prej jush janë pushim sot dhe ndoshta jeni duke na ndjekur nga shtëpia, kështu që nëse ende nuk keni vendosur se çfarë do të bëni për drek në një ditë pushimi që keni pak më shumë kohë për t'ja kushtuar gatimit, mund të mbani shënim recetat që do të lexojmë pas pak, sepse tani është koha që Kati ta tregoj çfarë shtoj në tenxhere. Atëherë, kemi filluar me qep karotë, vaj gjalpë, shtuam mbrapa pjesët e mishit, të cilat siç i pati kishin të prerë në kubik të vegjël. Tani këtu kemi shtuar edhe orizin. Në kavërdisje, domethënë kështu, dhe menjëherë do të shtojmë edhe lëngun e ngrohtë. Okej. Lëngun që kemi pasur nga mishi dhe që kemi shtuar akoma edhe mix erzash, kemi shtuar edhe një zarfë, do me thënë zaferano. Mund të hapi Manila këtu të tregojmë se si është, sepse është në një zarfë. Kjo ka është në 3 shirita, është në formën e pustinave, është 0.5 gram e gjitha, po ndërkohë keni për 3 përdorime nga 0.25 gram se cila prej paketimeve. Gjithashtu, në pjesën e pasme, po shikoja që ka edhe recetat, pra shkon shumë zaferano me rizoton dhe keni edhe recetat të rizotove, nëse doni t'i përgatisni, edhe i jep edhe një pamje shumë të bukur,
atë ngjyrën e verdh nga jashtë. Kati, Urdhër zemër. do filloj me recetën tjetër, apo do më prisni mua sa të hap? Jo, unë shiko, do të filloj me recetën e radhës, do filloj që të vendosë tranan. Trena e bëhet shpejt në fakt. A ti shohim, apo të presim të hapun këtë, që nuk më punon ka nduar Atëre sot? mendoj që të nisim të filloj me pilafin Atëre. dhe të lëm të fundit tranan. Do të Ja, ishte më mirë. mund ta shikoj. Pulim temperaturën këtu dhe lëm të zije. Kjo në mënyrë. Okej. Ka të pustinën këtu, nuk dua ta çoj dëm, sepse ka një sasi shumë të vogël, por që bën një diferencë është në formën e këtij pluhurit, të cilin ju e keni pra siç thash, ai paketimi i madh ka 3 të tilla brenda, e përdorni për 3 gatime. Kështu që Kati, unë po ta ruaj këtë, se do të na duhet prap. Edhe dua të them që atë mund ta hedhim akoma edhe kur pim kafe. Të hedhim një majës. Shijon shumë, po, e shijon nuk e shumë dija që kafe. mund përdore edhe për kafe. Edhe shijon shumë, por ka edhe një, si tuash, na erdhën. Të dyja i dua, Manila. Të dyja se do vendos edhe ujin këtu. Okej. A ti shohim pak recetat? Mund t'i shikosh, Anil, sa unë të marrë të vendos gjëra. Shohim pak recetat në ekran. Mish me oriz, karota e thana, 500 gram mish, një qep, një karot, një filxhan oriz, gjys filxhani me thana, ne i kemi thanat e thata sot, një lug mix erzash, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, krip piper, majdanoz. Pilaf me thjerza të kuqe dhe oriz, këtë do të nisim tani, na duhet një filxhan thjerza të kuqe, një filxhan oriz, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, një lug mix erzash, 4 filxhan ujë, krip edhe piper. Dhe trahanaja e ngrohtë me djath që është kaq e shishme do të përgatitet me 1 filxhan trahana, 3 filxhan ujë, 100 gram djath, 2 feta buk, gjalp, vaj, piper të kuq dhe rigon. Këto janë recetat që ne do t'i rikthejmë përsëri, nëse na thoni sa shpejt i hoqët, ne nuk i mbajtëm dot shënime dhe nuk lexuam të gjithë përbërësi, do t'i rikthejmë në vazhdimsi, si tani ashtu edhe në pjesën e dytë ku ne kthehemi për të përfunduar recetat. Tani çfarë do bëjmë ne? Tani, këtu kemi vendosur ujin, ka pak nga e mishit, po s'ka problem se do të vendosim. Kemi vendosur, faktikisht unë kam thënë 1 dhe 1. Për momentin unë do të bëj, do me thënë, 1 filxhan gjysmë thjerza, gjysmë oriz. Okej. Që të ashtu, ndërsa Do bëjmë pak, do me thënë, po do po, bëj se ne do bëjmë një masën për gjysmë, që të na bëhet edhe shpejt. Okej, për supën përdorëm orizin karnaroli. Për thjerza do përdorim orizin jasmin, që vjen më i holl. Pra, karnaroli është kokër gjatë, është fiks për përgatitjen e risotove. Ua, çfarë s'ka më sot asnjë paketim s'po hap dot. Se janë shumë mirë të paketuara. Po, e vërtet, edhe ajo është. Më pëlqen jasmin, shi si vjen. Kokër gjatë, i kam pasur mama dikur që e përdornin për të mbushurat, specat e mbushur. Përdoret për shumë, do me thënë... Patjetër, për shumë gatime. Gatime të ndryshme. Pra hedhim gjalpin, do të hedh edhe vaj. Po e mbaj unë kësë është plot. Edhe do të masim tani me atë filxhani. E vendosim prap në kutinë e vetë. Gjalpi freskët, vaj ulliri, kështu ka nisur. Po, hodhëm edhe pak më tepër, nuk ka problem. Kemi nevoj, e kam thënë gjithmonë, tani në dimër kemi nevoj pak më tepër yndyrë. Nëse s'kemi yndyrë, do me thënë këtu as mish, as gjë, kështu që e shtojmë pak më tepër. Kam thënë 2 dhe 2, si kur hodhëm dhe 1 më tepër, nuk është problem. Që do të thotë, kam thjerëzat. Faktikisht do t'i matet e do t'i... Sa më pëlqen këto thjerëzat e kuqe. Janë shumë të mira faktikisht. Si ruaza duken. Është mjaftu shumë të marrë dhe filxhanin tjetër, sepse ç'është e vërteta do t'i laj. Okej, dhe do të na duhet filxhani tjetër një filxhan tjetër që t'i kemi edhe njërën edhe tjetër. Po thjesht neve i matëm këtu, me thënë gjysmë dhe gjysmë. Shtoj Anila dhe gjysmë sa të bëj. Gjysmë oriz? Po, gjysmë filxhan. Se kaq ujë ka vendosur. Okej. Faleminderit Ja, tani. kaq. Orizi nuk ka menduar që ta laj, do të shplaj vetëm thjerëzat. Okej, do ta lëm me atë amidonin që përmban, që shpesh i jep shije që është e vërteta gatimeve. Jo, nuk do t'a fus bunda, se ndryshe do t'a derdh. Po e lë këtu. Po thoja për thjerëzat që ne kemi zgjedhur të kuqet sot, por tek në rancë ju mund të gjeni thjerëzat jeshile, thjerëzat e shtypura, mix thjerëzash gjithashtu. Pra mund të zgjidhni çfarë ju të dëshironi, thjesht kjo në kombinime të bardhën e orizit do duket edhe më bukur në
në pjatë. Edhe tani kur u lanë, janë bërë akoma edhe më të mira, tani këtu të ngrohet vaj dhe gjalpi, dhe kombinimi, do me thënë, i gjalpit edhe i vajt, i jep edhe shije, por na i bën edhe shumë të mira, do me thënë. Mikserësh. Është mjaftueshëm. Do të hedh orizin. I lëm thjerrzat pak të na kullojnë, i shpëlajmë sa të dalë, do me thënë iki ajo zbardhësia që kanë në momentin që i lajmë. Por orizin nuk ka nevojë që të lahet. Kur e përgatisim në këtë mënyrë, do me thënë që ka vërdises. Ndërsa te supa e kam larë. E kam larë disa herë, do me thënë që të ikim madje edhe pjesa e amidonit. Edhe na e bën supën më të lehtë. Dhe e bën supën të shëndetshme dhe për ata që kanë probleme me glutenin. Prandaj duhet larë me patjetër orizi. Qartë. Tani hedhim edhe thjerrzat. Ndërkohë jemi kujdesur këtu që të kemi të lëngun e ngrohtë, siç e pat unë hodha veç se një lugë nga kjo mix erzash, sepse i jep shumë shije dhe na i bën shumë të mira. Tani do të vazhdojmë që ta kavërdisim pak, sa nëse e provojmë me dorë, do me thënë dhe ka zënë temperaturë që nuk durohet, atëherë themi se kemi gati për të shtuar ujin, e ngrohtë, të valuar madje, jo të ngrohtë. Aty nuk e prekim më pastaj. Jo, aty... Qike këteste, e prekim me dorë, nëse të digje, gishti është gati. Po, jo, kështu e bënim, e kaprim kështu. Ja, nuk është bërë. Nuk është bërë, është ftohtë. Me gjitha të allohet që në syri, se fillon zbardhet. Sa jo të më bëhet gati, sepse... Heri unë këtu pa me ra. Ashtu, Anila. Kati shkojte supa. Sepse kjo nuk do shumë kohë që të bëhet gati, se orizin e kemi gati, kështu që do hedh tani këtu edhe thanat. Unë jam shumë kurioze ta di se do jetë kjo supa me thana. Supë me thana. Shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Dhe mbi të gjitha është ajo që them që ka përmban vlera ushqimore. Po, thanat janë antioksidant, fantastik. Jo më larkë se javën e kaluar ne kemi përmendur si një produkt të rëndësishëm. Ndërkohë që janë edhe të tharta Anila, luajnë atë rolin majosh, do me thënë, që e ka të nevojshme kjo lloj supë për ta shijuar. Hedhim edhe këto. Edhe na bëhet një supë e veçantë. Tani, nëse nuk ju ndodhen thana në shtëpi, nuk ka problem, mund të merrni një herë tjetër që ti bëni të provoni, por nëse jo, keni limon. E përgatisni, do me thënë kështu siç neve kemi përgatitur, dhe në fund fare e shoqëroni me limon edhe me majdanoz. Por mendoj që ta përgatisni, do me thënë këtë mënyrë se si ne bëm sot me thana, sepse vërtet do ta shijoni, vërtet do të merrni ato vlerat ushqimore që kanë dhe do të jetë një gatim i veçantë për ta shtuar në tryezat tuaja familjare. Do ta lëm që të bëhet gati, duke mbuluar akoma edhe me kapak. Dhe do të rikthejmë këtu te pjesa, i kemi këtej, do me thënë në dy... Jemi shpërndar, po. Këtu është Anila që po më ndihmon, kështu që është një zgjidhje edhe për mua. Sidomos të proceset e punës që janë thjesht për të trazuar. Po, për të trazuar, por jo vetëm, edhe në serviri Anila je shumë e mirë. Faleminderit. Këto vendosjen e dekorimit të pjatave urdhëro më thuaj, lutem. Jo, ne do të na thonë, po me ç'po shoh besoj jemi në, pas kemi dhe 3 minuta kohë. Jemi shumë mirë tamam në kohën që duhet të shtojmë pastaj më mbrapa edhe lëngun që neve kemi përgatitur. E shikoni kur fillon, do me thënë, në tenxhere që të bëhen këto si thua flucka, bulza, do të thotë që fillon edhe ka vërdiset, bëhet gati orizi. Edhe ky lloj, do me thënë, pilav, bëhet shumë i shijshëm, dhe sigurisht që e dim të gjithë që sa ngjyrë kanë thjerrzat, aq dhe më të mira janë. Do me thënë, aq shumë, do me thënë, ngjyrat kanë më shumë vlera ushqimore. Ja, me qënë se jemi këtu, po i hedh një sy paketimit për të kuptuar që vlerat ushqyese për 100 gram të thjerrzave të kuqe që ne po gatuajmë sot përmbajnë vlerat e energji, protein, karbohidrate, sasia më e lartë është e karbohidrateve,
ka një sasi të reduktuar të yndyrës, përmbajnë fibër dhe sodium, që do të thotë ne marrim vetëm të mirat nga thjerëzat, proteinat, karbohidratet dhe fibrat që i duhen dietës sonë ushqimore. Ndaj dhe këshillohet shumë të konsumohen edhe nga fëmijët, të paktën një herë ose 2 herë në javë, duke alternuar edhe me produkte të tjera të së njëjtës familje. Sot është e hënë, shumë do të kenë fasule në shtëpi në fakt. Në rregull, por edhe ky lloj gatimi, domethënë është shumë i kënaqshëm për fëmijët. Po. Mënyra se si neve e përgatitëm sot, fëmijëve u pëlqen edhe orizi dhe në këtë mënyrë shijojnë edhe thjerëzat. Kështu që është një gatim shumë i mirë për fëmijët. Tani neve këtu jemi në momentin që do të shtojmë edhe lëngun, por nuk e di pse s'na mori kaq shumë. Si ka zënë më shumë hapësirë tenxheria tjetër, Tigane? Atë të thua. Aha, sigurisht. Në rregull. Tani të bëjmë dhe një shpjegim për trananeve që të... Bëjmë teorikisht dhe kur të kthehemi e gatuajmë. Kur të kthehemi do të gatuajmë. Sa që të na bëhet tamam edhe ai uji, sepse nuk duhet ta hedh të ftohtë, dua që uji të valoj në momentin që do ta shtojmë tek pjesa. Mirë, flasim pak për tranan tani. Atëherë, tham që tek kompania Neranzi gjeni domethënë këtë tranan, të cili e kemi një trana është që përgatitet me kos, edhe me domate. Bëhet shumë i mirë, domethënë si kështu i afët, i shishëm nga ato kosi që përdoret me mielin e mirë, cilësor. Gjithashtu këtu kemi edhe djathë. Do të përzihet, domethënë një filxhan tranat, do të kemi 3 filxhan ujë që do ta përzijmë, domethënë sa ajo të zihet. Më mbrapa pasi do ta kemi të zihet, unë në tigan shtoj, do me thënë, gjalp edhe vaj, bukën do të thërmojmë, do të tregojmë edhe më mbrapa si do të bëjë, do të presim jo me thik, por do të presim me dorë, sepse me thik, jo kryon, si tuash, nuk e lejon që të ketë mundësi buka të përthithë gjalpin, lëngjet edhe këto. Bëhet me mirë ku bëhet me dorë, dhe tradita ashtu ka qenë që bëhet me dorë sotimi. Përshesh, po. Hedhim vajnë, po. Jemi gati. Ti themi kur të kthehemi se jemi gati dhe për të kaluar në publicitet. Uj, vloj, do ja shtojmë me njëherë pilafit, edhe do të kthehemi në studio. Duke të razuar. Okej. Do të ullim temperaturën. Po. Do t'i vendosim kapakun, dhe kur të vim, do të shikoni se në çfarë jemi. Bëjmë një shkëputje të shkurtër, këtu jemi, po ju presim. Temperaturë mesatare. Okej. Kati po na i bën të reklam supës. Shiko sa e mirë Anila me thana. Me thënë të drejtën e di kur i shtove ato thanat, po mendoja që shpesh kur gatuaj mishin me kumbullaj që e bëjmë, edhe me thana mund të rrinte. Patjetër që... Sa jo më shkojnë dërmën, që zakonisht e kemi përdor... Këtu në këtë supë shkon njerëz zakonisht shumë dhe bëj shumë e shishme. Provojeni se aty që them gjithmonë do më kujtoni. Janë sa gjëra që... E bën të veçantë, pra. Shiko, edhe supa tani është përfunduar. Nuk ka nevojë të qëndrojë më tepër, është gati për të servirur. Ne do ulim tani pak temperaturën, do ta lëmë dhe pak të qetësohet dhe sa të përgatisim trana dhe do jemi gati pasaj për të treguar. Për ta shtuar në një tas, për të shtuar pakës majdanoz, e ndërkohë ta shojmë dhe risotton. Edhe risotton do ta heqim, të temi dhe për këtu, do me thënë ju e pat në fillim fare që neve hodhëm, faktikisht unë e kisha 1 dhe 1 për të shtuar, edhe 2 luk gjalp, 2 luk vaj, kemi hedhur gjysmën e sasis, si që shikoni, është bërë gati. Që do të thot, këtë unë faktikisht do të servir edhe me këshu fletza bajame. I shkon, e shton, si thua, merë më tepër vlera, merë më tepër shije, është më kënaqshme për fëmijët. Nëse ju ndodhen, hidhni, nëse jo, nuk ka problem, edhe kështu si që e keni shumë të mirë. Por, që ta shijoni, kjo tani duhet hequr nga temperatura e sobës, do ta lëmë këtu, dhe do ta mbullojmë si gjithmonë, si pilafi zakonshëm, me një pecet guzhine. Nëse doni edhe këtu mund t'i shtoni, do me thënë që ta bëni me atë ngjyrën e zaferanut, do me thënë. Po ne hodhëm atje sot, hajde mos i bëjmë të gjitha një lloj. Ta ruajmë një zarf për... Do lë Anilën të ka vërdis pak. Anila rregullo sobën, të lutem, edhe do vendosim sa bajame këtu të na ngrohen.
Shumë mirë. Rregullova. Ashtu. Bajamet ne më duket se nuk i kishim në recetë, Jo, nuk po i ja shtojmë kishim. ekstra. Tani ja Nëse ju lexoni Atë thash edhe në anvisave, nëse u ndodhen, mund t'i shtoj, sepse vërtet bëhen shumë të shishme. Nëse nuk ju ndodhen, s'ka problem. Dhe ashtu si e bëm. Jo vetëm të shishme, po i shtojmë edhe vlerat të ushqyese. Ndaj kur të lexojmë pak më vonë recetën dhe nuk e keni në recetë, sepse unë e di që jeni shumë të vëmendshme dhe shpesh shihni ndonjë produkt në recetë që nuk e kemi shtuar dhe na komentoni pastaj, po pse s'e ke vënë në recetë këtë bajamet? E di se nuk e bër Manila, sepse i lëm anvisat të jenë kurioze nga fillimi në fund të na ndjekin. Jo të thonë që ja dale çka Katerina ka këto. Kjo s'na pëlqen, ne do ikim të shikojmë diçka tjetër. Ashtu, ja kështu ju mbajmë. Që të shikoni sekretet e fundit, na ndiqni deri në fund. Shaka. Juve vendosni vetë se ku keni kënaqësinë tuaj për të parë. Sigurisht që gjithandej merrni idet edhe bëni ato që juve keni mundësi të përgatisni familjet tuaja. Pra ky është tranaj. Tani unë faktikisht e hedh me sy, po hajde tani le të hedhim edhe kështu te pjesa e këtij filxhani. Të marrë një luk druri, se ai tigani është i bardhë dhe në gjunata gërvishim. Ta lëm trana këtu, edhe unë faktikisht trana e bëj duke e trazuar në ujë të ngrohtë. Ca e hedhin direkt në ujë të ftohtë, disa e kavërdisin dhe e hedhin. Ka mënyra të ndryshme, disa e kavërdisin një qep dhe hedhin dhe bëjnë ashtu si gjellë, do me thënë, ndryshe, tjetër, supë, si mund ta themi. Mënyra ime është kjo. Ne kështu e bënim, ngronim ujin, valonim ujin, edhe e hidhnim duke e trazuar në mënyrë graduale, derisa ajo do me thënë të trashet, të mpikset, të krijojë ato bulzat, edhe të themi që është zihet. Zihet shumë shpejt, madje edhe ky tranaj është shumë i hollë dhe zihet shumë shpejt. Ka një shije të veçantë, shijen e domates, shijen e kosit, është kombinimi shumë i mirë dhe na e bën shumë të shishëm, do me thënë pjatën shishme, pjatën tonë. Edhe aq më shumë, mënyra pastaj se si do ta përgatisim me djathë me këto, do të jetë akoma edhe më e mirë. Tani do ta heq edhe këtë tenxherën unë këtu, ta kemi gati për ta servirur, se më duhen vatrat. Të ulim pak temperaturën se filluan këto fluskat, edhe kujtoj kur e kishim që e bënim në zjarr, do me thënë, në oxhak dhe e bënim në zjarr trana. Anila vitet e para kam qenë shumë e vogël. Edhe nga që ca zjarri, ca fluskat, na dikeshin duart. Do kujdes në fakt, sepse ato të djegin nëse të Kështu që tani këto do ulur temperatura e sobës. Ndërsa neve atere nuk ulim do temperaturën e sobës, po hiknim ato, si tuash, drunjt që ishin poshtë pirostis, që bënim tenxherë dhe kështu rregulloi temperatura. Ama s'ka si e gatuara me zjarr, Kati, me thënë të drejtën, nuk ka. Tjetër shije. Qoftë në gatimet e zjera, qoftë në ato të pjekura. Kati. Qa? Duke se i doshë. E s'ka gjë. Kam mi lë mua gjërat se i kene duar. S'ka gjë, mos u shqetëso, mos u mërzit, mos u shqetëso. Shika, jo nuk e ndjekur shumë, do shta mund t'i heqim ca. Regulloj ti vetë ato tani, do t'i shikojmë tani. Ja, kështu, mos më mbam me mua betë, okej, i kam djegur pak, mos e shikoni farë. Po mirë, mund edhe ti bëje. Jo, shiko, nuk e ndjegur të gjitha. Janë gjëra që ndodhin. Nërë të hedhim edhe gjalpin. Se do edhe në qik gjalp që të bëje edhe atë. Ja, nuk janë keqë, ja. Anila, po e shikon se nuk i kemi të mira. Unë do t'i... Ja, pa e provoj një. Mos u shqetëso. Ja, nuk e kam marrë. Në rregull. Nuk e kam nga këto, thjesht më shkoj keq. Kati, të vë të tjera. Shiko, mos u shqetëso. Vë të tjera edhe gjë që zgjidhet. Jo, unë mendoj që janë okej. I ndava ato që janë djegur pak më shumë. Shumë mirë. Okej. Të na ngrohet gjalpi. A mund të shojmë pak recetat në ekran, ju lutem? Edhe tek gjalpi, thamë që ne do t'a bëjmë me para se ta bëj, do me thënë, shiko tani se qëfar tjetër bënim neve. Po prit, sa të shojmë pak recetat? Në rregull, Anila, me qënë se dollën, le t'i lëmë kohë, se nuk i kishim parë deri tani. Na duhet mish me oriz, karota e thana, pra na duhet për këtë recet 500 gram mish, një qep, një karot, një filxhan oriz, gjys filxhani thana, një lug mix erzash, 2 lug gjalp, 2 lug vaj, krip piper dhe majdanoz.
I hedhim një sy edhe recetave të tjera dhe pastaj me një herë tek Kati për të na treguar shpjegimin e nevojshëm të trahanas. Pilaf me thjerza të kuqe dhe oriz ka përfunduar gatimi I kësaj recete dhe ne do ta rikujtojmë në fakt kur të jetë momenti për ta shërbyer në pjatë. Një filxhan thjerza të kuqe, një filxhan oriz, një lugë gjallë, 2 lugë vaj, një lugë mix erzash, 4 filxhan ujë, krip edhe piper. Trahana me djath, 1 filxhan trahana, 3 filxhan ujë, 100 gram djath, 2 theta buk, gjalp, vaj, piper të kuq edhe rigon. Janë shumë të mira recetat sot, ndërkohë Kati, si pa mendje, vendosi bajame të tjera në tigan. Janë në rregull, që të... Dhe ato s'kishin gjë në fakt, Anila. E pra, s'kishin gjë, jo, thashën 2-3, unë bënë që më shumë se shduhet. Nuk ishte ndonjë gjë. Tani, atë që doja të thosh janë visave, unë këtu tek gjithmonë neve, edhe për ekonomi faktikisht që s'kishim djath shumë, por me thënë të drejtë nuk është vetëm ekonomia. Kjo hira e djathit, jep shumë shije trahanas. Ja het trahanas brënda? Po, ja het. Shëllira, hira, si mund ta themi ndryshe. Ja het brënda, një 2 lugë. Edhe, do me thënë, paksoj kripën dhe edhe të shëllirën. Po, sepse ka kripa, jo. Ashtu. Kështu që kjo kripa jep shumë lezet. Tani të nxjerrim edhe këto pjesën e... Do nxjerrim dhe djathin, po, se do të na duhet për... Ne kemi në hirë djathin dhe e nxjerrim me këtë kullesën. Kështu e bën ti Kati, jo? Po. E skuq edhe bukën? Po. Aha. E ja sa të më marrë, do me thënë, pak djathit të filloj që të shkri pak. Pra, fillimisht hedhim gjalpin edhe vajin, të ngrohen. Në kuptoj. Që mos ta hedhim direkt djathit. Kjo tani që lëshon djathit, është salca që do të bëj lidhjen e trahanas. Hedhim edhe bukën. Buk tani si pas dëshirës mund të shtoni. Buka do shijoj me djathin, do shijoj me vajin që hedhim brënda. Edhe me një shije shumë të mirë. Të shikojmë tani trahanas se na ule dhe temperatura duke vendosur. Po tranai është bërë shumë I mirë. Do me thënë u bë, sepse në momentin e parë neve kishim që tregoj ato fluckat që filloj që të zije dhe të bëj, por hullëm temperaturën që kishim mundësin të pregatisnim të situash bukën me djath. Sa e mirë që bëhet kjo, ta mamë edhe si papare. E bëjmë edhe papare neve kështu, në mos në vend të trahanas. Shtonim ujë. Edhe bënim papare, Anila. Si bëhej Kati? Në vend, kur s'kishim trahana, e bënim kështu. Bukën të skuqur, po? Bukuvale, dhe hidhnim ujë në vend të kësaj. Kati, si quhet një recet, apo bukval quhet, që bëhet e ëmbël, me sheqer? E njëjta gjë, po pa djath, bëhet, do me thënë ka vërtisnim bukën, hedhim sheqer dhe hedhim ujë dhe bënim bukuvale. Po bëhet si, apo skuqet shumë buka, Skuqet. Ka marrë malli për atë. Bëhet, e bëm një ditë faktikisht, shiko, ç'është e vërtet janë ato të vegjëlis, por janë shumë të mira faktikisht. Nuk është e thënë sepse janë recetat të tilla që janë, si thuash, nuk kanë ato gjërat e mëdhaja brenda. Ne e dim shumë mirë sot I kemi kushtet të provojmë nga të gjitha, të gatuajmë edhe receta më të kushtueshme edhe produkte më të shtrenjta etj. Po se provojmë të rikthejmë një recetë fëmirie që është thjesht bukë e skuqur me sheqer dhe ujë, dëm nuk bën, domethënë. Përkundrazi, dëm nuk bën, po tani, kur e hedhim këtu, tjetra që duhet bërë, e bëjmë në këtë mënyrë me qëllim që na bëhet ajo salca e djathit. Që kur ka shkrir djati, po. Edhe kështu e kemi gati për ta hedhur. Jo që janë në rregull. Po, I kam hequr një herë Kati, një herë nuk më falet. Ja. Tani, neve hidhim, kishte raste edhe në pjata të veçanta, kishte raste në tavë, e mirë. Aja to, edhe pse dalet tani ta sa robës mirë ka. Kjo është salca që jep shumë shije trahanas. Djati që ka shkrir.
besi djathi shkrirë. Por s'ngelet këtu tani, se neve përveç se kësaj, shiko tani, do t'i hedhim. Vaj ulliri? Apo ja? U bëm si rëmuj këtu tani. Po pra shumë rëmuj bëm sot, po s'ka gjë se në fund jemi. Në fund kemi edhe... Kemi edhe 7 minuta. Nga nga tjetër më mira Anila. S'ka që me një ca bukëra. Ashtu. Thjesht për... Ta bëjmë këtu atë... Gjalpin e kam këtu. Kështu. Do shkrish, që të pësh? Do shkri pak gjalp edhe me piper të kuq. Okej. Ja, kështu. Kjo më kujton mua famirin. Kështu e kemi pes. Gatuar me gjalp të shkrirë, piper të kuq. Ka njërës që duan pak pikante. Kjo shia përfundimtare që merë të ranaja. Madje i bëni me cigaridhe, do me thënë me mish deri, sopzat me mish deri me dhjam, i shkrini, i skuqinim ato, do me thënë nuk e di që sa shie. Mund t'i bënim edhe me mish deri, mund t'i bënim edhe mish qëngji. Ta hap kështu, apo do ta hap fare, se kemë që të ngushtat? Kisha një luk të vogël. E po ma le të hapim komplet, pra. Po, Anila, faleminderit. Faleminderit. Saluta. Do bëjmë edhe për pjesën tjetër. E ka vërdisim pak këtu. Edhe këtu i shtojmë pak ujë të ngrohtë. Ma ikin së mbrapti këtu sot. Ata po shikoja, mirë nxitimet dhe gjitha këto që nuk ka funksionuan sot, po kemi bërë edhe sobën, do na duhet 2 orë pas kemi sobën sot. I kemi bërë shumë ashtu. Tani do marri një varë, edhe me këtë salcë do t'ja hedhim si për të ranas. Okej. Kjo është një mënyrë, ka mënyra të ndryshme për të përgatitur edhe me vaj ulliri nuk është, thjesht, edhe ka me njerëz që thjesht, konsumojnë thjesht me me vaj ulliri edhe. Ka njerëz që me vaj ulliri dhe i hedhin në energjik ose do me thënë rigon. E përdorin, shumë vende përdorin dhe rigonin. Është ajo që thash, që në shumë vende përdorin qepën, rigonin, përdorin ato që thash që përgatisnin me dhjamza nga të mishit të qëngjit, sopza kështu, me pak dhjam. Tani në dimër konsumojnë ato, janë shumë të mira të shishme. Mos toni kanë kolesterol, dimri kanë qik nevoj për yndyrë. Se trupi ka nevoj, është si graso e trupit. Si graso e makinës, edhe graso e trupit janë yndyrnat. Shu që kemi nevoj edhe për... Mirë duket. Neve do t'i hedhim edhe pak rigon. Po, kjo është rigon. Kati jemi në fund fare? Baruam, edhe supën kemi. Atere, do t'na jep një dhe 2 minuta kohë sa të shtojmë në pjatë supën edhe risotton. E risotton. Apo rizin me thjerza, se ndoshta kështu është më... Anila, të lutem atë kam vendosur për pjatën, po. Atere, kjo është gati. Të duhet kjo për? Jo, nuk më duhet. Ta eshem? Atë që thash në fillim fare, nuk e kemi thjesht të supë, e kemi edhe gjellë. Okej. Sa mirë duket. Pak majdanoz do kjo. T'ja bëm kështu si për si lule, se s'kemi kota zbukurojnë? Vendose si lule. Të marrë dhe unë këtë ta bëj shpejt e shpejt. Edhe orizi me thjerza. Sa bukur. Sa të mira këto pjata, sot mua më pëlqejnë shumë, nuk e di nëse... Shiko, janë edhe të mira dhe të shishme, por janë atë që thash që në fillim fare dhe ekonomike. Edhe kjo me thjerëzat, Anila, bësh shumë e mirë. Edhe këtu mund të shtojmë atë piperin e kuq me... Te cila? Te pilafi? Po, i shkon. I shkon vërtet. Po ja, do t'i shtojmë fletëzat e bajames, neve do t'a plotësojmë si pjatë. Ja, kështu. Ta edhim kështu si edhim këto shefat. Ashtu, pse? Pse të mos? Pap. Ashtu. Të lumë shinduart. Faleminderit. Tjedhëm një se tani çfarë kemi sjellë në sot. Që janë të shkëlqyera, janë të shëndetshme, janë ekonomike gjithashtu, të gjitha këto produktet ju i gjeni në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi. Mjafton të keni dëshirën t'i gatuani dhe të shijoni njësoj si ne. Kati,
Të uroj dhe njerë një javë të mbarë, Faleminderit e dashur, kënaqësi, që është e vërteta edhe për mua janë pjata shumë të mira, ndoshta janë edhe nostalgjike, janë edhe të reja. Mendoj që t'i vendosni tek këto në menut tuaja familjare për të marrë, do me thënë, atë shihen edhe falenderimin e nduar nga gjithë pjesëtarët e familjes. Ju uroj një ditë bukur në vijim, nga unë Katerina mirupafshim dhe miru takoshim nesër këtu me Anilën time, dritën time nesër mëngjes me ide dhe receta të reja. Ne tani shkem në publicitet për të vazhduar me të ftuarit që do t'jenë sot pjesë e Vila 24. Rikthehemi pas pak.